Në Shkodër po zhvillohet stërvitja ndërkombëtare Float North Albania, një simulim i koordinuar për përballimin e përmbytjeve që do zgjas deri me 12 prill. Në këtë stërvitje marrin pjesë 13 partnerë nga Ballkani dhe vendet e tjera europiane ku në fokus është testimi i gatishmërisë së forcave të mbrojtjes civile dhe koordinimi ndërkombëtar në rast emergjencash natyrore. Dhe jo pa qëllim u zgjodh Shkodra, për vetë specifiken, për vetë pozicionin gjeografik, për vetë ultësiren ujëmbajtëse që mban ky qark. Më vjen shumë mirë që sot pam skenaret të cilat ne si shkodran i kemi përjetu në shumë situata të ndryshme. Ajo çka është pozitive dhe që ky projekt risjell është domosdoshmëria e koordinimit rajonal. Qarku i Shkodrës është shembull i konkret i cili dhe në referencë të vlerësimit të riskut në nivel qendror rezulton zonë me çrëshmëri të lartë ndaj rrezikut të përmbytjeve, të përsëritura me një sistem kompleks për të përballuar. Në këtë kontekst, të gjendur përballë nevojës për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve tona të reagimit, konkretizojmë sot një nga iniciativat më të rëndësishme, stërvitjen komplekse në shkallë të gjerë Float North Albania. Në 4 ditët e organizimit të stërvitjes janë planifikuar të zhvillohen skenar të ndryshëm dhe forcat që marrin pjesë do të inskenojnë ngjarje të vërteta. Gjej rastin të shpreh dhe falënderim të veçantë për Bashkimin Evropian për financimin e kësaj iniciative kundër veprimi moduleve të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile për menaxhimin e fatkeqësive natyrore në përputhje me direktivat e BE-s, shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kapacitetet të reagimit ndaj fatkeqësive natyrore dhe një mundësi për të krijuar lidhje të ngushtë mes Shtetit të Ballkanit Perëndimor dhe mekanizmit të Bashkimit Evropian për mbrojtjen civile. And also as a final conclusion, unë mendoj se është shumë interesante të shohësh ushtrimet sot. Është një tjetër shembull për përfitimet e përbashkëta që kemi. Pa me sytë tanë bashkëpunimin mes vendeve fqinje që bashkëpunimi mund të shpëtojë jetë. The spirit of Që nga viti 2023 Shqipëria është pjesë me të drejta të plota në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile. Në këtë mekanizëm janë përfshirë pjesa më e madhe e vendeve të kontinentit, ku në raste emergjente antarët e tij japin ndihmë të menjëhershme.